Të nderuar deputet dhe mysafir të pranishëm, të nderuara media, në seancë janë të pranishëm, sapo ta kemi konfirmimin nga zyrtarët përgjegjës, do ta konfirmojmë, në mënyrë që ta dimë se a janë përmbushur kushtet për mbajtjen e kësaj seance. Atëherë në seancë janë të pranishëm 106.000 deputet që nënkupton se janë përmbushur kushtet për mbajtjen e kësaj seance. Të nderuar deputet, i hapi punimet e seancës së jashtëzakonshme plenare të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të thirrur me kërkesën e 51 deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës me këtë rendite. Zgjedhja e Qeverisë së Republikës së Kosovës. Të nderuar deputet, Presidentja e Republikës së Kosovës, zonja Vjosa Osmani Sadriu, në mbështetjen të nënit 95 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës me dekretin numër 18/2026, datë 11 shkurt 2026, Kuvendit të Republikës së Kosovës ja ka propozuar zotin Albin Kurti, kandidat për kryeministër për të formuar qeverinë e Republikës së Kosovës. Prandaj ftoj kandidatin e propozuar për kryeministër të Republikës së Kosovës, zotin Albin Kurti, që para deputetëve të Kuvendit ta paraqet përbërjen e qeverisë për miratim, si dhe ekspozen e tij për mandatin e ardhshëm qeverisës. Të nderuar qytetarë të Republikës Kosovës, të nderuar deputet të Kuvendit, të nderuar antar të kabinetit të ri qeveritar, të nderuar ambasador dhe antar të korit diplomatik, familje të dëshmorëve të kombit, veteran e invalid të ushtrisë shqiptare të Kosovës, zonja dhe zotërej, e nderuara kryetare e Kuvendit të Republikës zonja Albulina Xhiu, nënkryetare Ardian Gola dhe ju nënkryetare të tjerë të përshtatshëm, më lejoni që t'ju përgëzoj të gjithëve për konstituimin e Kuvendit të legjislaturës së 10 dhe për funksionet dhe përgjegjësitë e reja që keni marrë. Ju falemnderit të gjithëve për përkushtimin që tregonin ndaj shtetit tonë të përbashkët. Këto dy seanca po i mbajmë pas ditën e mbrëmjes sonte, sepse këto ditë po zhvillohen seancat e fundit të procesit gjyqësor ndaj drejtuesve të UÇK-s, Hashim Thaqit, Jakub Krasniqit, Recep Selimit dhe Kadri Veselit. Kërkesa e prokurorisë për dënimin prej 45 vitesh burgim për secilin, ku përfshihen edhe pretendimet për krime kundër njerëzimit, është orvatje që bie ndesh me të vërtetën dhe mohon kontekstin historik e politik të luftës sonë çlirimtare. Qëndrimi i qeverisë së Republikës Kosovës që unë drejtoj është i qartë. Në Kosovë janë kryer krime kundër njerëzimit ndaj popullatës civile shqiptare. Ato i ka kryer regjimi i Jugosllavisë së Serbisë nën Milošević. Kjo është e dokumentuar dhe e njohur ndërkombëtarisht. Barazimi mes drejtuesve të UÇK-s dhe të një regjimi gjenocidal është i paqëndrueshëm. Është shtrembrim faktik e historik. Për familjet e viktimave është i padurueshëm përveç se i papranueshëm. Të nderuar deputet, një muaj e gjysmë pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, jam i nderuar që para jush të paraqes ekspozen për mandatin e ardhshëm si kryeministri i Republikës. Me që shumica e elementeve programore dhe zotimeve konkrete tashmë janë paraqitur publikisht në këtë sallë, me 26 tetor, do të përpiqem të jem sa më i shkurtër dhe të prezantoj kabinetin e ri qeverisë.
Këto gati 5 vitet e fundit, nga të cilat pothuajse një vit si qeverinë e detyrë, pra pa kompetencat plota, kemi ndërtuar dhe zhvilluar një Kosovë më të drejtë, më të fortë dhe më gjithëpërfshirëse. Kemi pasur rritjen ekonomike më të lartë në rajon, përkundër sfidave globale si pandemia, kriza energjetike dhe inflacioni, me një rritje mesatare reale prej 6% të bruto produktit vendor, duke mos rënë asnjë vit nën 4%. Kur e morëm përgjegjësinë për të udhëhequr vendin, bruto produkti vendor ishte rreth 7 miliardë euro. Vjet me punë të ndershme dhe politika të drejta ka arritur në 11 miliardë euro. Ndërkaq projektojmë që si vjet bruto produkti vendor të arrijë në 12 miliardë euro. Për herë të parë në mandatin e ardhshëm, bruto produkti vendor për kokë banore në Kosovë do ta tejkalojë vlerën prej 10.000 euro. Sfidën e inflacionit që i ka goditur të gjithë, kemi arritur ta menaxhojmë me politika mbështetëse për qytetaren dhe jemi vendi me shkallën më të ulët të inflacionit në rajon pas Shqipërisë. Kemi shtuar punësimin nga 350.000 punësuar në 430.000 punësuar, me fokus të rinia dhe gratë, si dhe kemi arritur që të ardhurat e familjes të ngriten duke rritur pagën minimale, pensione, shtesat për fëmijë, por edhe pagat në sektorin publik, të cilat gjatë këtij mandati që po e përmbyllim tash, kanë shënuar rritje mesatare prej 47%. Kjo rritje do të vazhdojë edhe në mandatin që vjen, në përputhje me rritjen e buxhetit dhe performancën ekonomike, duke ngritur pagën mesatare në sektorin publik mbi 1.000 euro në muaj. Rritjen ekonomike nuk e kemi mbajtur në shtet, por e kemi shpërndar në popullsi duke shtuar mirëqenien shoqërore. Shtesat për fëmijë sot janë 30 deri në 45 euro për çdo fëmijë, ndërkaq mandatin e ardhshëm do t'i dyfishojmë ato. Pra nga 0 sa i gjetëm në 45 dhe në mandatin e radhës nga 45 në 90 euro për fëmijë për familjet me 3 e më shumë fëmijë. Me këtë rritje do të lëmë prapa edhe disa shtetet Bashkimit Evropian sa i përket shtesave për fëmijë. Njashtu edhe shtesat për nënat e reja, lehonat, do t'i rrisim në 500 euro në muaj për 6 muaj. Në afër 1800 ditë qeverisje, kemi marrë gjithsej mbi 2700 vendime. Qeveria jonë ka mbajtur gjithsej 286 mbledhje fizike dhe online, një mesatare prej afër 60 mbledhjesh në vit, apo edhe më shpesh se një herë në javë. Nga vendimet e qeverisë, 320 kanë qenë projekt ligje, 72 koncept dokumente dhe 20 nisma legjislative. Pra rreth 17% e tyre kanë pasur karakter legjislativ, parafërsisht 1 në 6 vendime. Kemi dëshmuar një ritëm të lartë dhe të qëndrueshëm vendimmarrje me theks të veçantë në reforma ligjore. Siç e dim, janë liberalizuar vizat në zonën Schengen dhe tani pasaporta e shtetit ton është më e fortë se kurrë. Është përmirësuar imazhi i vendit duke u ranguar në top lista për siguri dhe rend, siç ishte ajo e institutit Gallup International, dhe kemi siguruar edhe vlerësimin kreditor sovran 2B- të Fitch Ratings, që nuk është keq për fillim, e gjë që na hap dyert të reja për investimet huaja direkte. Sot ne jemi vendi më demokratik në rajon, një arritje kjo si e shoqërisë ashtu edhe institucioneve tona, të cilat janë të ndërtuara mbi vullnetin qytetar e vlerat demokratike dhe ky standard duhet të ruhet, të mbrohet dhe të avancohet. Të dashur qytetar, më lejoni që së pari t'ju falenderoj juve, ata që votuan lëvizjen vetëvendosje, por edhe një rekord historik të ri kësaj radhe, e t'i falenderoj edhe të gjithë ata të cilët votuan subjektet e tjera për pjesëmarrjen në zgjedhje, për shprehjen e vullnetit të lirë dhe për përgjegjësinë e lartë qytetare përgjatë gjithë procesit zgjedhor dhe pas tij të treguar pa dallim. Të nderuar deputet, gjatë këtyre viteve, siç kemi qenë dëshmitarë të gjithë, jemi përballur me provokime të vazhdueshme dhe me sulme të shpeshta të Serbisë, por ne veç se kemi forcuar policinë dhe sundimin e ligjit, ushtrinë dhe mbrojtjen e vendit. Sfidat u përballuan me sukses dhe madje i kemi kthyer në mundësi për progres.
investuam në ushtri dhe në fuqizimin e policisë, në shtrirjen e sovranitetit dhe në luftimin e kriminalitetit, në politikat sociale për nënat e fëmijët, për trijtë e pensionistët, në mbështetje të fermerëve dhe të bizneseve të vogla e të mesme. Prekëm çdo shtresë e çdo qytetar, secilin komunitet e vendbanim anë e kënd Republikës. Shteti ynë nuk zgjedh midis zhvillimit ekonomik dhe drejtësisë sociale dhe sigurisë kombëtare, por i përqafon të trija si shtyllat pandashme të progresit dhe të mirëqenjes së përbashkët. Ne besojmë thellësisht se një ekonomi e fuqishme dhe një shoqëri e barabartë janë të ndërlidhura, se bizneset dhe start-upet nuk janë vetëm motori i rritjes, por edhe kontribues të mirëqenjes së përgjithshme. Vizionin e synimet tona i realizojmë mbi parimet politike dhe mbi vlerat që i kemi mishëruar në kushtetutën tonë. Mbrojtjen e të drejtave të njerëzit dhe të drejtave civile, të drejtat e komuniteteve jo shumicë, garantimin e dinjitetit njerëzor dhe barazinë për çdo qytetar pa privilegje e favore. Këto janë udhërrëfyes për çdo vendim që marrim, për cilën do reformë që nisin, për secilin aktivitet që bëjmë. Kosova, sot të nderuar deputet, të dashur qytetar, është më demokratike dhe më e sigurt se kur më parë. Institucionet tona sot janë edhe më të besueshme e më të qëndrueshme. Kosova është rreshtuar në anën e paqes, të drejtësisë dhe të aleatëve të saj demokratik. Aleanca jonë me Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretërinë e Bashkuar, me NATO-n dhe me vendet mike nga Kanadaja e deri te Japonia, nuk do të lëkundet, sepse ky bashkëpunim nuk është thjesht strategji, është vlerë. Sepse ne nuk jemi vetëm pjesë gjeografike e kontinentit evropian, por pjesë e vlerave politike të tij, lirisë, solidaritetit dhe parazisë. Në 4 vitet e ardhshme do të forcojmë aleancat, do të investojmë 1 miliard euro në mbrojtje, do të rekrutojmë ushtarë të rinj, do të shumëfishojmë numrin e oficerëve, do të funksionalizojmë fabrikën e municionit, do të zhvillojmë industrinë ushtarake të Kosovës dhe do të prodhojmë dronët luftarak made in Kosova. Do të vazhdojmë mbështesim fuqishëm procesin e Berlinit dhe tregun e përbashkët rajonal mbi bazën e barazisë dhe të përfaqësimit barabartë, sepse besojmë që fqinësia e mirë evropiane dhe bashkëpunimi rajonal i kontribuojnë si paqes ashtu edhe sigurisë. Do të punojmë me çdo çështri në dorën e bashkëpunimit mbi bazën e respektit të ndërsjellët. Normalizimin e marrëdhënieve me fqinjen tonë verior Serbinë do ta ndjekim përmes dialogut konstruktiv e kreativ, përmes marrëveshjes tonë bazike të Brukselit dhe aneksit të zbatimit të Ohrit. Por, siç kemi vepruar në 4 vitet e kaluara, normalizimi është çështje e rregullimit të marrëdhënieve mes dy shteteve, pra si raport bilateral e jashtëm e jo ndërhyrje apo përzierje në çështjet e brendshme. Qeveria do të mbrojë dhe zbatoj kushtetutën dhe ligjet në fuqi në çdo cep të vendit tonë. Të nderuar deputet, qytetar dhe partner ndërkombëtar, në mandatin që po shkon, Kosova dëshmoi se është shembulli i demokracisë dhe i zhvillimit në rajon me rritjen më të madhe ndonjëherë në të gjithë indikatorët e demokracisë. Tani është koha të tregojmë se jemi shembulli i inovacionit dhe i drejtësisë efikase. Në këtë mandat, reforma në drejtësi do të hyjë në fazën e saj vendimtare, do të vazhdoj lufta kundër korrupsionit dhe ligji do të zbatohet pa frikë dhe pa favore gjithandej Republikës. Reforma në drejtësi nuk ka qenë vetëm synim, ajo ka nisur të bëhet realitet. Ligji për Byron Shtetërore për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme duhet të ecë përpara së bashku me vettingun, ashtu që drejtësia të bëhet edhe e drejtë, edhe e shpejtë, edhe e besueshme. Do të themelohet prokuroria e re specializuar për çështje krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe zyra për hetime disiplinore. Do të thellohet reforma në transformimin digjital. Çdo qytetar duhet të ketë mundësi të komunikojë me shtetin pa barriera në mënyrë shpejtë, efikase dhe transparente, që nga aplikimi për dokumente deri te shërbimet sociale dhe biznesore. Digitalizimi është mjet për të shërbyer çdo qytetari dhe do të përdoret për progres shoqëror, zhvillim ekonomik të qëndrueshëm, llogaridhënie
të gjerë dhe cilësi të lartë. Në mandatin që po lëm pas, eksportet dhe investimet e huaja direkte u dyfishuan, për tani është koha të shumë fishohet prodhimi. Për gjatë 4 viteve në vazhdim, do të investojmë rreth 1 miliard euro në prodhim përmes garantimit të kredive për investitorët. Pra do të vëmë në dispozicion 1 miliard euro garanci sovrane, të cilat shërbejnë si hipotek për të garantuar investimet private në fabrika dhe në prodhim. Do të themelojmë bankën zhvillimore, projekt që tashmë është negociuar me bankën botërore në vlerë prej 50 milion eurosh, për të mbështetur zhvillimin industrial dhe ndërmarrjet prodhuese. Trep që do ta rikthejmë në funksion zhvillimit përmes investimeve të reja dhe të mëdha strategjike në bashkëpunim me një kompani me renome nga vendet mike, duke e kthyer atë në motor të ekonomisë sonë. Do të ndahet një fond prej rreth 50 milion euro për skanimin e plot të burimeve tona natyrore dhe futjen e tyre në ekonominë në funksion të zhvillimit. Bjeshkët tona të larta e të bukura nuk do të shijohen vetëm nga larg, por do të përjetohen nga afër duke investuar në turizëm malor. Kjo do të fillojë me 500 milion euro për Brezovicën, e cila do të transformohet në destinacion ndërkombëtare evropian të turizmit, ashtu sikurse dhe rezorti i ri i skijimit në Dugagjin. Mërgata tashmë është pjesë jo vetëm në politikat e qeverisë, por edhe pjesë e bërjes së atyre politikave. Përmes dritares për investimet diasporës do të mbështeten ndërmarrës nga diaspora deri në 100 milion euro investime që bëhen në Kosovë. Mërgata tashmë është pjesë pra e politikave të qeverisë dhe ajo do të jetë e pranishme në dikasteret ekzekutive të qeverisë së re. Termocentrali Kosova B do të modernizohet, ndërsa termocentrali Kosova A do të rehabilitohet thellësisht, në mënyrë që të rritet siguria e furnizimit dhe të ulet ndjeshmëria ndaj krizave eventuale nga jashtë. Kapacitetet nga era do të rriten më shumë se 2 fish, në 305 MW nga 135 MW, sa janë aktualisht. Pastaj kapacitetet diellore fotovoltaike do të rriten më shumë se 8 fish, në 250 MW nga 30 MW sa janë tani. Do të bëjmë implementimin e sistemit baterive me kapacitet 107 MW për 2 orë energji e gjithë mbarshme 340 MWh, që do të arrisë fleksibilitetin e rrjetit e më së largu deri në fund mandatit, si rezultat i këtyre investimeve, kapacitetet e instaluara të energjisë elektrike do të rriten për më shumë se 70%, apo 100% duke përfshirë edhe bateritë për ruajtje të energjisë. Kosova do të bëhet neto eksportuese e energjisë elektrike. Eksporti i energjisë elektrike në raport me konsumin do të tejkalojë deri në 30%, ndërka që për konsumatorët e shërbimit universal, më pak se 7% e konsumit do të importohet. Do të ndërtojmë sisteme të reja të ngrohjes qendrore, e gjatë mandatit do të përfundoj dyfishimi i kogjenerimit në termocentralin Kosova B. Përveç fokusit të burimet të ripërtrishme të energjisë dhe të eficienca e energjisë, për të ulur ndotjen dhe rritur kursimin, në mandatin që na pret do të angazhohemi për përdorimin e burimit më të vlefshëm që kemi, linjitit, për kapacitetet reja energjetike me teknologji moderne gasifikimi e cila ndot më pak. Ky do të jetë projekti më i rëndësishëm në dekadat që do të vijnë. Siguria nuk është vetëm energji, siguria është edhe ujë. Një shtet i sigurt është një shtet që garanton ujë të pijes për qytetarët e tij. Në kuadër të sigurisë kombëtare, ne do të investojmë 400 milion euro për të ndërtuar 5 diga të reja, në Dragaqin, në Firaj, në Desivojës, në Pollat dhe në Kuqic, të cilat do të mbledhin dhe menaxhojnë burimet ujore. Përmes këtyre investimeve do të sigurojmë furnizim të qëndrueshëm me ujë të pijes për gjithë qytetarët e Amvistrit, do të rrisim potencialin për bujqësi intenzive dhe do të rrisim rezistencën tonë ndaj ndryshimeve klimatike. E për gjithë progresin që është bërë në zvoglimin e pabarazisë përmes shtesave për lehona dhe fëmijë dhe për fuqizimin e grave dhe rinisë, do të fillojë edhe projekti Superpuna për gratë. Ashtu që kur të punësohet një grua
qeveria do të mbështesë në lartësinë e pagës minimale 500 euro për 6 muaj. E gjyshërit që kujdesen për fëmijët, kur të dy prindrit janë punë, do të marrë 100 euro shtesë në muaj mbi pensionin bazë, sepse kësaj jo vetëm ndihmojmë prindrit dhe gjyshërit, por ndihmojmë familjen dhe ekonominë. Ngritet kërkesa agregate nga poshtë dhe rritën prodhimtaria dhe qarkullimi dhe ekonomia gjithnjë e më lartë. Paga minimale të ndjek rritjen ekonomike, nga një janari ajo është 425 euro, kurse në nivelin e 500 euro nga një korriku si vjetë, sepse një Kosovë që zhvillohet nuk duhet ta lë askënd prapa. E paga minimale do të lirohet nga tatimi. Kjo nënkupton që edhe për biznesin e vogël individual, 6.000 eurot e para të fitimit vjetor do të jenë të liruara nga tatimi, pjesëmarrja nënkupton gjithë përfshirje. Në arsim kemi filluar reformën më të thellë në dekada. Nga arsimi i hershëm deri tek ai universitar, po krijojmë standarde të reja cilësie dhe po rrisim investimet në infrastrukturën, kapacitetin mësimore dhe mësimdhënëse e mësimnxënëse. Janë ndërtuar dhe renovuar qerdhe shkolla, janë hapur qendra për zhvillimin profesional të mësimdhënësve dhe arsimi po lidhet me nevojat e tregut dhe realitetin e sotëm për herë e më të ndryshueshëm. Ne duam arsim që ndihmon nxënësit të mendoj, të krijoj, të punoj, të zhvilloj e të ndërtoj. Kemi ngritje të konsiderueshme në rangimin ndërkombëtare të universiteteve publike të Kosovës. Do të vazhdoj me prioritet të lartë mbështetja për edukimin e hershëm. Vendi ynë ka 108.000 fëmijë nga 1 deri në 5 vjeç. Krahas rritjes së përfshirjes së tyre në qerdhet publike, do të nisë sistemi i bonove për prindërit që vendosin të dërgojnë fëmijët e tyre në qerdhe jo publike. Synimi ynë është që në ciklin parafillor të përfshihen të gjithë fëmijët të moshës 5 deri në 6 vjeç. Aktualisht në vendin ton janë 20.000 fëmijë të kësaj moshe. Programi i ri për progresin gjeometrik cilësisë në arsimin e mesëm ofron mundësinë që profesionist me doktoratura dhe me kualifikim të lartë të japin mësim në shkollat e mesme anë e kënd vendit. Për çdo profesionist të tillë që pranohet si mësimdhënës në shkollat e komunave më të largëta, do të ketë një bonus të veçantë si nxitje dhe vlerësim për punën e tyre. Do të hapen 5 gjimnaze të specializuara në gjithë Kosovën, të dedikuara për fushat që fuqizojnë cilësinë e shkollimit mesëm dhe të ardhmen profesionale. Do të vijojë dhe thellohet procesi i rishikimit dhe rivlerësimit të gjitha teksteve shkollore, nga gjuha dhe matematika që i rishikuam tashmë, do të vazhdojmë me të gjitha tekstet tjera për arsimin parauniversitar. Për disa lëndë do të nisë përkthimi dhe digitalizimi i materialeve shkollore. Do të vazhdojmë të rrisim qasjen në shëndetësi, edukim dhe siguri sociale, duke i bërë këto shërbime publike, që janë obligime qeveritare më efikase dhe më të qasshme për secilin. Çdo qytetar i yni do të ketë mjekun familjar dhe do të jetë brenda regjistrit kujdesit parsor shëndetësor. Prej këtij viti fillon plani për kontrollin dhe mbikëqyrjen shëndetësore për çdo qytetar. Brenda vitit secili e secila do të kenë një kontroll të plot mjekësor. Sistemi i njohur si check-up do të parandalojë, ndihmojë dhe mbështesë çdo rrezik që vjen nga problemet shëndetësore. Në mandatin e ri do të decentralizojmë në tërësi shërbimet shëndetësore. Do të ndërtojmë spitalin e ri në Mitrovicë dhe në Ferizaj. Poliklinika specialistike do të ndërtohen në Drenas, Sharr, Viti, Rahovec dhe Leposaveç. Modelin e keni tashmë në Podujev. Do të hapim poliklinika specialistike stomatologjike në Prishtinë, Pej, Gjakov, Prizren, Gjilan, Mitrovic, Ferizaj dhe Podujev, e për listën esenciale të barnave, buxheti do të rritet deri në 100 milion euro. Mandatin që e përfunduam, fermerët e Kosovës i bëm më të mbështeturit në rajon. Dëshmi për këtë janë mbi 120.000 fermerë që përfituan mbi 300 milion euro në grante dhe subvencione. Në mandatin e ri, përqendrimi ynë do të jetë në rritjen e produktivitetit dhe konkurrueshmërisë përmes mbështetjes së investimeve në teknologji dhe në rrjetëzimin e mbledhjes dhe shpërndarjes së produkteve bujqësore. Të gjitha prodhimet e fermerëve do të përkrahen për standardizim, certifikim dhe shitje.
Çdo prodhim i standardizuar dhe i certifikuar do të ketë treg të garantuar. Prodhimet tona të certifikuara do të jenë të mbrojtura me ligj, si brenda vendit, ashtu edhe në Bashkimin Evropian. Do të hapet mundësia për aplikim për grante gjatë gjithë vitit. Karta e fermeri do të ketë identitet dhe integritet të mbrojtur. Ajo do të jetë e sigurt për blerjen e inputeve, marrjen e këshillave, përfitimin e subvencioneve, çastin financave dhe deri te shitja e prodhimit. Karta garanton që blerja e pesticideve, plehrave dhe farave të jetë e duhura dhe e saktë në sasi e në cilësi për secilin fermer dhe për çdo kulturë që kultivon. Do të përkrojmë iniciativat kulturore dhe sociale që forcojnë ndjenjën e bashkësisë së komunitetit dhe përfshirjen e të gjithë qytetarëve në jetën publike, përfshirë këtu edhe infrastrukturën sportive, të cilën po e ndërtojmë për ngjarjen madhështore të lojrave mesdhetare Prishtina 2030. Në sport do të investojmë 250 milion euro për ndërtimin a renovimin e 20 stadiumeve të futbollit anë mban Kosovës për të siguruar infrastrukturën e nevojshme sportive për të rinjtë tonë. Projektet e mëdha infrastrukturore të mandatit të ri janë sigurimi i lidhjes me korridoret kryesore rrugore përmes përfundimit të autostradës së Gjilanit drejt Dheut i Bardhë dhe kyçjes në korridorin 1. Mëtej, përfundimi i rrugës që lidh Prizrenin me Tetoën, pastaj ndërtimi i rrugës së Dugagjinit e cila lidh Prizrenin, Rahovesin, Gjakovën dhe Deçanin me Pejen e Istogun. Rrugët Dolc-Gjakov dhe Kijev-Zahaq do të finalizohen krahas rehabilitimit dhe modernizimit gjitha rrugëve rajonale. Projektet infrastrukturore janë mjete që i lidhin njerëzit me punën, prodhuesit me tregun dhe vendin ton me të ardhmen. Duke përfunduar rrugët që kemi nisur dhe duke filluar projekte të reja strategjike, unazën e Prishtinës, autostradën Gjilan-Prizren-Gabanulla-Nçavë-Dulës dhe magjistralen e Dugagjinit, ne po ndërtojmë infrastrukturën e cila i jep kuptim zhvillimit, që shpërndan begatinë në çdo rajon dhe që e bën shtetin funksional për çdo qytetar. Në mandatin e ri do të fillojmë me ndërtimin e linjës hekurudhore Gjakov-Shkodër në kuadër të asaj Prishtinë-Durrës dhe do të projektojmë linjën hekurudhore që lidh Prizrenin e Ferizajin me Gjilanin dhe Bujanovcin. E nisim përgatitjen po ashtu të linjës Prishtinë-Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari. Të gjitha zotimet tona do t'i përmbushim nga valuta digjitale e bazuar në blockchain, te heqja e taksës doganore për 10% për veturat e importuara nga Shtetet e Bashkimit Evropian, nga zhvendosja e datës së pagesës së detyrimit të TVSH në muajin pasues nga muaji kur lind detyrimi doganor në kufi, te arkat fiskale digjitale dhe fatura elektronike business, nga ligji për çmimet tavan të produkteve bazë, te parqet, qendrat dhe inkubatorët e inovacionit, teknologjisë dhe biznesit. Pastaj nga angazhimi intenziv për statusin e vendit kandidat në Bashkim Evropian, tek ai për antarësim në NATO, nga bileta mujore integruar e programit anë mban 10 euro në muaj, tek kthimi me automatizëm i shtetësisë Kosovës për pjesëtarët e mërgatës, nga themelimi i gjykatës për çështje familjare të zyra për hetime disiplinore, nga pensionimi i parakohshëm i policëve i shkallëzuar sipas moshës dhe profileve, te përmirësimi i sistemit të gradave në Policinë e Kosovës, nga industritë kreative ku janë parashikuar 200 milion euro investime, te ekzekutimi vjetor i investimeve kapitale mbi 1 miliard euro secilin vet si standard i qeverisjes, nga njësia ushtarake për bashkët me forcat armatosura të Republikës Shqipërisë, te SPAK-u 1000 gra e vajza ushtarake në Forcën e Sigurisë Kosovës, e të tjera, e të tjera. Të nderuar deputet dhe të gjithë ju të tjerë të pranishëm, të dashur qytetar, në vijim po paraqes para jush edhe kabinetin e ardhshëm qeveritar me të gjitha dikasteret me ekzekutivin që del nga kjo legjislaturë e nderuar. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme dhe diasporës, Klauk Kënjufca. Zëvendës kryeministri e dytë dhe ministri e drejtësisë, Donika Gërvalla. Zëvendës kryeministri i tretë për çështjet pakicave dhe bashkëpunim, Fikrim Damka. Ministri i financave, Hekuran Murati.
Ministër për punë, familje dhe vlerat e luftës çlirimtare, Andin Hoti. Ministri i mbrojtjes, Ejup Maqedonci. Ministri i punëve të brendshme, Xhelal Sfeshla. Ministri i digitalizimit dhe administratës publike, Lulzon Jakxhiu. Ministri i shëndetësisë, Arben Vitia. Ministri i arsimit dhe shkencës, Hajrullah Qeku. Ministri i kulturës dhe turizmit, Saranda Bogujevsi. Ministri i administrimit pushtetit lokal, Elbert Krasniqi. Ministri i sportit dhe rinisë, Blerim Gashani. Ministri i mjedisit dhe planifikimit hapësinor, Fitore Pacolli. Ministri i bujqësisë, pylltarisë dhe zhvillimit rural, Armend Muja. Ministri i infrastrukturës dhe transportit, Dimal Basha. Ministri i industrisë, ndërmarrësisë, tregtisë dhe inovacionit, Mimoza Kusari. Ministri i ekonomisë, Artane Rizvanulli. Ministri për komunitetet dhe kthim, Nenad Rashiq. Ministri për zhvillim rajonal, Rasim Demiri. Mandati të cilin po e kërkojmë është mandat pune, drejtësie dhe dinjiteti për secilin, mandat sigurie dhe begatie për të gjithë. Ju faleminderit për vëmendjen e drejtanishme dhe paraprakisht për mbështetjen tuaj. E falenderoj Kryeministrin për paraqitjen e ekspozesë së tij dhe për paraqitjen e përbërjes së qeverisë. Tani radha është e grupeve parlamentare. Ftoj përfaqësuesin nga grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje që ta marrë fjalën. Po njoftojmë nga vetëvendosja që është në rregull, prandaj po kalojmë tek grupi parlamentar, pra Partia Demokratike e Kosovës. Ftoj përfaqësuesin nga PDK-ja, zoti Bedri Hamza. E nderuara kryetare Kuvendit Zonja Gjiu, të nderuara nënkryetare dhe nënkryetar të Kuvendit të Republikës Kosovës, të nderuar deputet të Kuvendit të Republikës Kosovës, të nderuar veteran dhe familje të dëshmorëve, të nderuar antar të korit diplomatik, të nderuara media, shumë të respektuar qytetarë. Është nder dhe përgjegjësi e madhe që sot të fillojmë punën në këtë legislaturë, në një moment kur qytetarët presin stabilitet, zhvillim ekonomik dhe institucione që punojnë me integritet dhe profesionalizëm, duke respektuar trashëgimin e demokracisë dhe lirisë, e cila këto ditë po mbrohet edhe në gjykimin e themeluesve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, që njëherët janë edhe bashkëthemelues se bashku me shumë gra dhe burra të nderuar të kombit të vetë Republikës së Kosovës. Fillimisht, duhet potencoj se kjo seancë themeltare e legjislaturës së 10 është dëshmi e rrugës së vështirë që ka kaluar Kosova për të ndërtuar shtetin dhe demokracinë e saj. Sot, detyra jonë është që këtë shtet ta forcojmë me tej përmes mbrojtjes së vërtetës dhe drejtësisë në Hagë, si një temë që sot dominon vëmendjen dhe ndërgjegjen e kujdo që respekton luftën për liri dhe pavarësi. Natyrisht, kontributi jonë si deputet në muajt dhe vitet e ardhshme duhet të bëhet patjetër edhe përmes politikave të përgjithshme ekonomike, përmes mbështetjes së sektorit privat, përmes rritjes së mirëqenies sociale, një diplomaci me të urtë dhe të fokusuar në kthimin e mirëbesimit me aleatet dhe përmes garantimit të sundimit të ligjit për çdo qytetar. Partia Demokratike e Kosovës dhe deputetët tonë do të jenë në balë të rujtjes së këtyre vlerave, që synojnë ngritjen e standardit për gjithë qytetarët, por edhe ringritjen e Kosovës në skenën ndërkombëtare në këtë situatë mjaft të komplikuar gjeopolitike. Të nderuar deputet, zgjedhjet e dhjetorit kanë krijuar këtë përbërje të re parlamentare.
vota e qytetarëve të jap nderin më të madh në drejtimin e kuvendit të qenurit deputet, por edhe të qeverisë. Ky është një nder i cili po mbrohet nga presidenti Hashim Thaçi, kryetari Kadri Veseli, kryetari Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi në gjykimin e padrejt në Hagë. Por si nder i ka rënjët në sakrificën e shumë gjeneratave para nesh, përfshirë komandantin legjendar Adem Jashari dhe presidentin Ibrahim Rugova dhe shumë të tjerë që luftuan, përfshirë edhe familjen e nderuar Haradinaj që i kemi edhe kolegë në kuvend. Megjithatë, ky nder i udhëheqjes vjen edhe me përgjegjësi të mëdha. Kjo përgjegjësi nuk është vetëm retorike. Nuk është vetëm e projektuar në fjalimet e fushatave zgjedhore dhe postimeve në rrjetet sociale që fatkeqësisht shpesh kanë devijuar në polarizime shoqërore. Përgjegjësia që presim ne si PDK, por jam i bindur edhe gjithë qytetarët tonë, aleatet dhe dashamirët e Republikës së Kosovës duhet të përkthehet në disa pika thelbësore që po i numëroj këtu shkurtimisht për t'i konkretizuar pritjet tona si PDK nga kjo legjislaturë dhe nga institucionet që do të derivojnë nga ky kuvend. Të nderuar deputet, presim përgjegjësi për respektimin e kushtetutës, si mishërim i demokracisë dhe të drejtave të gjithë qytetarëve, pa dallim partijak, pa dallime politike, etnike, gjinore. Fatkeqësisht, të gjithë ne kemi përjetuar situata të pakëndshme si qytetar, por dhe të rrezikshme për rujtjen e arkitekturës e demokracisë, sepse viteve të kaluara me 10 herë ky kuvend ka aprovuar ligje që janë shpallur jo kushtetuese. Jam këtu t'ju garantoj se Partia Demokratike e Kosovës do të vazhdoj të jetë gardiane e kushtetutës dhe do të rezistoj çfarëdo tendence që mohon germen dhe frymen e kushtetutës. Së dyti, Partia Demokratike dhe shpresoj të gjithë deputet e pozitës dhe opozitës do të bashkohemi të ndihmojmë pa ndyshje, pa politizime, pa ekuivoke, betejën për drejtësinë dhe të vërtetën që po zhvillohet në Hagë. Me këtë rast, ftoj të gjithë kolegët dhe të gjithë liderët institucional dhe partijak të jemi së bashku me 17 shkurt në moshin gjithë popullor drejtësi jo politik, si veprim minimal dhe modest të ngritjes së zërit tonë. Kuvendi dhe qeveria e ardhshme ka obligim të bëjë maksimumin që kjo mbrojtje e drejtësisë të përkthehet në veprime konkrete. Së treti, Partia Demokratike beson fuqimisht se demokracia në Kosovë është ndërtuar të shprehem teknikisht e dizajnuar për të ndërtuar konsenzus dhe bashkim forcas në çështjet thelbësore për funksionimin e shtetit. Kërkohet konsensus i gjerë edhe për zgjedhjen e presidentit, për marrëveshjet ndërkombëtare, për institucionet pavarura dhe gjyqtar të gjykatës kushtetuese. PDK herën e fundit ka udhëhequr me qeveri para më shumë se një dekade, por Partia Demokratike gjithmonë i ka ndihmuar edhe parti tjera të udhëheqin qeverinë të kaluarën, si edhe ka ndihmuar edhe qeveritë e tashme në detyrë të kalojnë marrëveshje ndërkombëtare. Të dashur qytetarë, për krahjen tonë, për gjetje të konsensusit, kur mos e shehni si shenjë të dobësisë. Si parti bashkëthemeltare shtetit të Kosovës dhe si partia më e madhe opozitare tash e 2 legjislatura, ne do të japim kontributin në arritjen e marrëveshjeve për të mirën e Kosovës dhe qytetarëve të Kosovës. Për çdo pikë ku do të kërkohet vota jonë, do të kemi kërkesa që burojnë nga nevojat e qytetarëve, politikat e guximshme për përparim, jo stagnim, dhe aty nuk do të bëjmë asnjë kompromis. Nuk do të bëjmë kompromis as në vendimet që janë të nevojshme për rrugtimin e Kosovës drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian dhe rujtjes së aleancës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shtetet mike. Por këto çështje i takojnë sesioneve të ardhshme. Ndërsa tani kolegë të nderuar deputet, dua të përmbyll këtë fjalim me një shqetësim besoj të shumicës sonë këtu lidhur me procesin gjyqësor në Hagë. Raporti i shtetit tonë me themeluesit e OÇK-s,
që njerësh janë edhe themelues të shtetit, me procesin që po zhvillohet kundër tyre në Hogë, i cili tash është në përfundim, kërkon qasje me dinjitoze, me të motor dhe me unifikuse. Prandaj, pavarësisht dallimeve politike, dinjiteti institucional dhe mbështetja e drejtë për ta janë detyrim i përbashkët i yni. Në këtë kontekst, pasi edhe vetë ju këto ditë, keni qenë dëshmitar të kërkesave absurde të prokurisë në Hogë, unë nga kjo seancë ju njoftoj se në seancën e parë të punës do të procedojmë votimin e rezolutës të hartuar dhe të propozuar nga ekspertë pavarur, rezolutë që tash është i dorëzuar kuvendit, me të cilën kërkohet gjykim i drejtë, i panshëm dhe profesional në përputhje me standardet më të mira ndërkombëtare dhe në respektim të plotë të drejtave të njeriut. Shtetet financuese dhe mbështetëse të dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë duhet të respektojnë marrëveshjen me Republikën e Kosovës, që gjykata të operojë në bazë të ligjeve dhe kushtetutës së Republikës Kosovës, e cila në brendi i ka të gjitha standardet më të mira ndërkombëtare. Shtetet financuese dhe mbështetëse të dhomave të specializuara të Kosovës do të marrin përgjegjësi nëse shkelen këto të drejta. Për këtë rezolut, pres kemi përkrahjen e të gjithëve. Duke pasur parasysh që ky është një moment që kërkon unitet politik, ne sot do të përmbahemi nga debati parlamentar për programin e qeverisë, sepse mendoj që qeveria në një të ardhme do të sjellë programin para deputetëve, i cili do të ka mundësi që të diskutohet këtu në këtë kuvend. Për ndryshe, e ndëgjova me vëmendje ekspozin e Zotit Kurti, është me shumë premtime, ka çështje që nuk janë të kostume, nuk kanë bazë ka do të financohet, është e saktë që janë rrit eksportet, por nuk është e mjaftueshme mu përmend janë rrit eksportet, pa i përmend që janë rrit importet, që është thellu deficiti tregtar, që shumë indikator financiar dhe makroekonomik nuk janë trendin e duhur, që likuiditetin sektorin bankar është do ditë u zvoglu, se rezultat i zvoglimit të likuiditetit janë duke u rritur edhe normat e interesit, sigurisht se borxhi i brendshëm mes ndërmarrjeve paraqet një çështje shumë serioze, çështjen e lëvizjeve demografike do të me kuptu si shumë drejt, për ndryshe Kosova po zbrazet, se rezultat i zvoglimit e natalitetit dhe migracionit, po besoj që këtu do të kemi mundësi që do t'i diskutojmë detajshëm në seancat e radhës. Dhe si Parti Demokratikë e Kosovës, do të mbështesim çdo iniciativë që është në interes të qytetarëve dhe të shtetit. Por njëkohësisht, këtu në kuvend, në shesh dhe kudo para qytetarëve do të mbrojmë interesin publik dhe shtetëror të Republikës Kosovës. Faleminderit. Faleminderit po ashtu i nderuar zoti Hamza. Tani radhën e ka grupi parlamentar i LDK-s. Ftoj për fjalë deputetin Lumir Abdigjiku. Nderuar deputet, nderuar përfaqësues të korrit diplomatik, nderuar përfaqësues të medjave qytetarë të Republikës Kosovës. Në fillim lejoni t'ju uroj kryetarin e kuvendit për detyrën që ka marrë sot. Ky është një rol i zakonshëm dhe jashtëzakonshëm institucional me një përgjegjësi të thellë politike dhe morale, sepse drejtimi i kuvendit nuk matet vetëm me një korrektësi procedurale, por me aftësinë për të ruajtur barazinë e zërave, dinjitetin e debatit dhe masën e pushtetit në një vend që e njeh mirë se sa bresht bëhet demokracia kur institucionet humbin ekuilibrin e tyre. Uroj që kjo detyrë të ushtrohet me pjekuri, me durim dhe me vetdije për rolin që kuvendi ka në jetën demokratike të Kosovës, si shtëpi e përbashkët e përfaqësimit politik dhe si garanci që asnjë shumicë, sa do e fuqishme të jetë, të mos harrojë se pushteti është i përkohshëm, ndërsa institucioni është i përhershëm. Lidhja demokratike e Kosovës shpreh gatishmërinë e saj për bashkëpunim institucional në parlament
për tema që te i kalojnë aritmetikën parlamentare, sepse besojmë se stabiliteti i shtetit dhe besimi i qytetarëve ndërtohet me maturim, me respekt për opozitën dhe me vetdije se demokracia nuk është vetëm çështje numrash, por një çështje e kulturës politike. Dashur qytetar, sot në këtë sallë vullneti i juaj merr formë institucionale. Ai pushon së qenurit vetëm shprehje votës dhe shndrohet në mandat politik, në përgjegjësi shtetërore dhe në detyrim moral për secilin prej nesh. Ky është momenti kur fjala e qytetarëve bëhet barr e përfaqësimit dhe kur politika duhet ndalë së foluri për veten dhe të nisë të flasë për qytetarët tanë dhe për sfidat që i presin. Dhe këto sfida janë të shumta, ato nuk presin. Uroj të keni zgjedhur drejt, ne jemi të bindur se jo, por verdikti juaj tani duhet të jetë rezultate konkrete. Për ju, jo për fitoret apo humbjet tona këtu. Vullneti qytetar ka folur qartë, ka ndarë role dhe përgjegjësi, dhe ky vullnet e ka vendosur lidhjen demokratike të Kosovës në opozit. Ne e pranojmë këtë rol pa hezitim dhe pa justifikime, sepse respekti për votën është themeli i çdo demokracie serioze. Por opozita, në kuptimin më të thellë të fjalës, nuk është mungesë e përgjegjësisë, e aq më pak dorëzim. Ajo është gjendje e bindjes kur numrat nuk e masin drejtën dhe kur shumica nuk e zëvendëson arsyen. Sepse ka momente kur e vërteta qëndron pakic dhe megjithatë mbetet e drejtë gjithherë. Jo për shkak të zërit që ka sot, po për shkak të kohës që e vërteton atë nesër. Numrat ndryshojnë, mandatet kalojnë, pushtetet vinë e shkojnë, por bindjet tuaja që mbështeten në parime nuk plakën dhe nuk treten. Ato nuk kërkojnë shumicë me njëhershme, sepse historia jep të drejtë atyre që dinë qëndrojnë edhe kur janë pak, edhe kur janë vetëm, edhe kur janë kundër frymës e shumicës. Dhe për këtë arsye ne qëndrojmë. Jo sepse jemi në rol politik, por sepse besojmë se e drejta nuk humb vlerë kur mbetet pak. Ajo vetëm pret kohën e saj. Dhe sot lind nevoja për të qëndruar, jo përballë një qeverie të zakonshme, po përballë një pushteti që i ka të gjitha, numrat, institucionet, mjetet dhe kohën. Dhe mbi të gjitha përvojën e zymë të 5 viteve të shkuara, me fjalë shumë e pak rezultate. Të qëndrosh përballë këtij pushteti nuk do thotë kundërshtim i verbër, sa për hir të kundërshtimit. Do të thotë mbrojtje e shtetit nga tundimi i pushtetit për mos të pasur kufi. Do të thotë ruajtje e hapësirës, ku fjala lirë thuhet pa frikë dhe ku shteti nuk shndrohet në zhatim të një force vetme politike. Në këtë kuptim, qëndrosh përballë pushtetit që ka gjithçka, është mënyra vetme për të ruajtur atë që nuk duhet ketë askush i vetëm, pra fatin e Republikës Kosovës. E ky fat kërkon qëndrime të pa kompromista nga ne. Dhe LDK-ja ka 5 qëndrime të pa kompromista në këtë legjislaturë. Duhet të jemi të pa kompromis me kapjen e shtetit, me çdo përpjekje për të nënshtruar institucionin shtetar ndaj një partie politike. Me çdo zëvendësim të profesionalizmit, me bindje partijake dhe me çdo ndërhyrje në drejtësi. Këto nuk janë gabime teknike, janë rreziqe shtetërore, përballë të cilave lidhja demokratike e Kosovës duhet dhe do të qëndrojë pa kompromis. Duhet jemi pa kompromis me luftën ndaj korrupsionit qeveritar, sepse ai nuk e varfëron vetëm buxhetin, por e gërryn besimin. Dhe një shoqëri që humb besimin te shteti vet, fillon të largohet prej tij, në mendje, në shpirt dhe siç po ndodh së fundmi dhe fizikisht. Duhet jemi të pa kompromis në ruajtjen e rendit kushtetues të Republikës Kosovës, sepse kushtetuta jo nuk është tekst për nevoja ditore, por është kontrata që e mban Kosovën të bashkuar. Shkeljet e kushtetutës janë shkelje të gjithçkaje për cilën ne ekzistojmë si lidhje demokratike Kosovës.
kur nuk e mbrojmë thelbin e besimit tonë politik, nuk kemi pse të ekzistojmë politikisht. Prandaj duhet ta mbrojmë kushtetutën me çdo çmim. Duhet jemi të pakompromis, në veçanti me orientimin ndërkombëtar të Republikës Kosovës, sepse ky shtet nuk e ka luksin e paqartësive strategjike. Kosova është ndërtuar mbi aleanca, mbi besim, mbi një drejtim të qartë politik që nuk ka qenë as rasi, as kompromis i momentit për zgjidhje historike. Çdo lëkundje këtë drejtim, çdo sinjal i paqartë ndaj partnerëve tonë dhe çdo tentim për ta relativizuar rrugën euroatlantike nuk do trajtohet si një manovër e vetme politike e brendshme, por duhet trajtohet si rrezik për pozitën ndërkombëtare të Republikës Kosovës. Besueshmëria ndërtohet me vite e me dekada, ndërsa humbjet shpejt dhe një shtet i vogël si Kosova nuk e përballon dot luksin e gabimeve strategjike. Prandaj orientimi ndërkombëtar i Republikës Kosovës nuk është vetëm temë për kalkulime ditore apo për retorikë të brendshme, ajo është vijë e kuqe shtetërore, e cila duhet mbrojtur me përgjegjësi, me maturi dhe me qëndrueshmëri. Natyrisht se duhet jemi të pakompromis dhe me veten, me standardin tonë, sepse opozita që kërkon standard duhet së pari të mishëroj atë. LDK do ta mishëroj këtë standard të ri. Për fund, dua të drejtohem në veçanti mbështetësve tonë, atyre që ndonë me ne më të shtrenjtën e tyre besimin. Na keni besuar jo sepse ishte lehtë, sepse besoni se politika duhet të ketë megjithatë një fytyrë njerëzore. Se shteti duhet të ketë ndërgjegje dhe se pushteti, kushdo qoftë ai, duhet të ketë disa kufi. Ne dim që kemi kaluar zhgënime, e dim që keni pritur më shumë, do të arrijmë qëllimin e përbashkët një ditë, deri atëherë ne do t'ju përfaqësojmë me plot dinitet, si rrugovest, si të djathtë, sepse kjo është detyra jonë, jo sepse është e lehtë, por sepse është e drejtë. Do të punojmë që zëri juaj dëgjohet, që demokracia të mos shndrohet në formalitet dhe që shpresa të mos bëhet fjalë e zbraset. E dim dhe jemi të vetëdijshëm mbi barrën e peshës që bartim, sepse LDK-ja nuk është parti ditore, është parti e kohës, e durimit, e qëndrimit, e atyre që nuk dorëzohen kur rruga bëhet e vështirë. Dhe pikërisht këto momente, kur jemi pak e nuk jemi shumicë, janë momentet që na përkufizojnë për atë si çfarë jemi. Ne do të jemi këtu për demokracinë, për qytetarin, për Republikën e Kosovës. Ju faleminderit. Faleminderit i nderuar zoti Abdi Gjiku. Tani e ka fjalën lista serbe. Kush e dëshiron fjalën, ju lutem futroni. Hvala predsjedavajuća. Uvaženi poslanici, poštovani mediji, predstavnici međunarodne zajednice, dragi građani. Ako ste pažljivo slušali ovaj ekspoze koji je predstavljen, u njemu nema Srba. Nismo spomenuti ni jednom, kao da ne postojimo na ovim prostorima, a ovdje smo vekovima. Nije bilo ni reči ni govora o problemima koje je vlada koja je vladala do danas, a koja će izgleda da se nastavi, napravila našem narodu, a još gore napravila jaz između albanskog i srpskog naroda na ovim prostorima. Čak i da je bilo nekih reči, da budemo jasni, bile bi to prazne reči. Vaša dela i sve ono što ste radili protiv našeg naroda govore da želite da nas je svakog dana manje, ali mi opstajemo jer smo svoji na svome. Čak ni Ustavom garantovana prava nisu zagarantovana. Srbi moraju svaki put da dokazuju da ono što piše, stvarno piše, pa čak i ovde u parlamentu. Jedinu urbanu sredinu u kojoj su Srbi većina, Severnu Mitrovicu, ne nazivate onako kako je propisuje zakon i Ustav. Godinama slušamo sa ove govornice i sa različitih drugih mesta
sve najgore o srpskom narodu i srpskoj listi. Zato koristim priliku pred ovim svim novinarima i javnosti da kažem da Srbi i srpska lista nemaju ništa protiv albanskog naroda, sa kojima smo živjeli, živimo i živećemo na ovim prostorima. Ali ćemo uvek imati i protiviti se politikama koje podrazumevaju progon našeg naroda s ovih prostora. Nije demokratija nametanje ko će predstavljati Srbe. Nije demokratija zabranjivanje Srbima da biraju svoje političke predstavnike. Niti je demokratija, niti je vladavina prava. Zato i sada u svom ekspozeu namećete Srbima da im predstavnik bude čovek koji nema podršku srpskog naroda, koji je mandat u ovom parlamentu dobio u sredinama u kojima decenijama unazad nema Srba. To nisu bili srpski glasovi. Vi imate apsolutno pravo da ga imenujete da bude ministar vladajuće partije, ali znajte, nikada neće biti ministar koji predstavlja većinu Srba na ovim prostorima. Zbog svega iznetog i zbog svega što znate da ste uradili, kršeći sve propise, i one domaće, a i one međunarodne, Srpska lista neće podržati formiranje ovakve vlade. Hvala vam. Tani e ka faleminderit i nderuar deputet, tani e ka fjalën zoti Besnik Tahiri, përfaqësues nga grupi parlamentar i AK-s. Faleminderit kryetare, shfrytëzoj rastin që të uroj mandatin si kryetare e kuvendit, të nderuar deputet të Kuvendit Republikës Kosovës, nderuar kryeministër, të nderuar ambasador, të cilët po na përcjellni, do doja që të bëj një përshëndetje të veçantë për deputetin Frank Schwabe, ai ka qenë me ne në Këshillin e Evropës në Strasburg, na ka ndihmuar shumë në votimin që ka ndodhur atje. Thank you very much for your presence here. Të nderuar media, zonja dhe zotëri, qytetarët e Republikës Kosovës. Ne jemi sot këtu në një ditë kur ne si deputet, ne si grupe parlamentare, do duhet të reflektonim mbi një program, mbi një ekspoze, mbi një kabinet të kësaj qeverie, të cilin as nuk e kemi pa, as nuk e kemi lexu, por e kemi ndëgju prej kandidatit për kryeministër në këtë foltore. Bile i lexoj atë shpejt, sa që u habita që kjo është qeveria më e madhe, është qeveria që i ka 21 ministra zavendës, kryeministra, pra një kabinet i përbër prej 21 antarëve. Kryeministër, a e din çka ke thonë kur e ke marrë mandatin? Sa ministri? A e duhet ditë që ke themelu një kabinet qeveritar i cili është i përmasave të një shteti të Kinës, jo i Kosovës me 1.7 milion banor. Pra ky kabinet qeveritar nuk është asgjë tjetër përveç akomodim i një pushteti të marrë në mënyrë demokratike, partijak që synim të vetëm e ka të shty një agjendë puro partijake dhe politike. Këtu në sot, normal që nuk kam fjalim, për shkak se unë jam këtu në emër të grupit tim parlamentar të reflektoj mbi programin, mbi vizionin, mbi idetë e kryeministrit se çka të bëj me Kosovën. Në këtë rast, do dua t'i shkoqes vetëm 7 pika të cilat për mua ishin të habitshme dhe dua t'ja adresoj qytetarëve të Kosovës. Para se ta bëj këtë, në emër të grupit parlamentar të Aleancës për Armiqsinë e Kosovës, zotohemi se në çdo punë të mirë, në çdo projekt të mirë që kjo qeveri e sjell në këtë kuvend, pa marrë parasysh a ju duan as ju duan votat tona, ne do ta mbështesim. Mirë, po do të jemi këtu me këta numra që jemi, me ju ballafaqu në atë që mendojmë se nuk është e drejtë dhe është kundër qytetarëve të Kosovës,
kundrejt interesit publik dhe është në funksion vetëm të fuqisë juaj politike, që ju edhe me drejt muni me festue, me manifestue, po mos harroni që në këtë ditë jem mas një viti blokad e cila i ka kushtu Kosovës me qindra miliona humbje, me një apatit madhe dhe me një ikje qytetarëve dhe të rinisë të Kosovës. Më lejoni tash t'i thëm pikat mbi atë që e tha kryeministri Kurti në ekspozeun e tij. A e dëgjuat? Kryeministri tha Kosova kur s'ka qenë më demokratike. Si mundet me uqu një vend që kur s'ka qenë më demokratik, kur dit edhe natë në mënyrë të rregull sulmohet fjala e lirë e gazetarëve, kur sulmohet shoqëria civile në formën më të ultëmendshme, kur secili institucion i pavarur për gjatë këtyre vite është mundu të sulmohet dhe jemi detyru jo në legjislaturën që shkoj, po në atë që ishim ta trajtojmë në gjykatën kushtetuese. Kjo ishte qeveria më antikushtetuese, kampion i shkeljeve kushtetuese. Si mundet me uqu një vend demokratik, më demokratik, kur në baza të rregullta sulmohen gjyqësori, institucionet e pavara dhe prej kësaj foltore, ky kryeministër dhe ish presidentja ka thonë që sot jem ne këtu nuk do të bëhet kryeprokurori. Sot Kosova është pa kryeprokuror. Sulmohet në format më të ulta dhe në formën më autoritare, secili institucion që detyrë vetëm e ka mbikëqyrjen e funksionimit demokratik të shtetit Kosovës. Kjo çështje autoritare dhe mbi gjitha, ky trajtim i Kosovës, institucionet Kosovës, e ka vetëm një emën. Përmes demokracisë është ka instalohet autokracia e cila do t'jetë edhe më e keqe, jam i bindun në qeverinë që po vjen. Një element tjetër sa i përket qeverisës të mirë dhe demokracisë. A e dini dikush që nuk ka qenë antar i lëvizjes vendosja ka mujt me hyrë në një bord pavarur? Politizimi dhe partizimi s'ka i shumë ka ndodhur dhe u pa edhe këtu me rritjen e këtij kabineti që do të vazhdoj. Kur flasim tek lufta kundër korrupsionit, a e dini që për 5 vjet kjo qeveri nuk ka arrit ta miratoj strategjinë antikorrupsion. Jemi vendi i vetëm që nuk e ka strategjinë antikorrupsion. Por që kjo qeveri që i ka majt afër njerëz të cilët janë me akt akuza dhe me afera serioze korruptive. Për çfarë demokracie dhe qeverisë të mirë jemi të folë. Te çështja e dytë, u fol për mirëqenien. Për çfarë mirëqenie zonja dhe zotëri po flasëm? E njihet në ekspozeun e kryeministrit fjalën sigurim shëndetësor. E dini që diku kujdo që i smuhet prindi dhe ka nevojë me shku në QKUK, ajo familje, ata 3 ballafaqohen me mundimet më të mëdha të mundshme. Am tregoni çfarë investimi, çfarë decentralizimi ka ndodhur shëndetësi për 5 vite. Asgjë, është centralizu qendrat rajonale të mjekësisë. Kjo ka ndodhur. Çështja tjetër, e cila ndërlidhet po ashtu me mirëqenie dhe me shëndetësi. Por çfarë investimesh po flasim tek personeli shëndetësor? Ne në QKUK e kemi personelin e mirë. Aty s'ka kushte tjera. Personel ka, po kushte nuk ka, për 5 vite nuk ka ndodhur. Po nalna pak të një çështje tjetër, tek arsimi. Am tregon dikush, ata qytetarë që po më dëgjojnë, çka ka ndodhur në universitetet publike? Çfarë investime ka ndodhur tek hulumtimi, në shkencë, në arsim? Sa qerdhi janë ndërtu? Çka ka ndodhur me cilësinë arsim në universitetet publike? Asgjë. Pika e tretë, e cila ishte bukur shumë e elaborume dhe që lidhet me energjinë. Është ky kryeministër i cili ka thënë kur ka ardhur në qeveri se ne jetojmë në shtetin më të pasur me pasuri të Thëngjillit. A ka ndodhur ndonjë investim i vetëm? Është ndal gazi amerikan, është ndal investimi amerikan i kontroglobal që sot e kishun pas mas 20 vjet e tonin, sot kishun prodhu. Dhe mbi gjitha, ajo që ka ndodhur, u rrit çmimi i energjisë elektrike. Shiqoni fakturat dhe e sheni. Alemi pak tek ekonomia. Pyetja thelbësore është,
A ka arna investimi huj për 5 vjetë? Një bre, veç një me thonë, një investimi huj ka arnë Kosovë që 5 vjetë. Asë një investim i huj. Biznesi është ka mbyllët për shkak të presionit, për shkak çmimit lartë të energjisë. Mos t'i përmeni fabrikat që i dim. Dhe mbi gjitha, do të thotë ekonomia, mungesa investimeve kapitale, zonja dhe zotri, investimet kapitaleve, di që nuk po mundi me më dëgju se po ju vjen rënë. Po këto janë fakte që duhet të keni parasysh. Investimet në shtet si Kosova dhe vendet e Ballkanit Perëndimor, investitorin më të madh kanë shtetin. Ju e keni suficitin më të madh. Ju e keni menaxhu paron më të madh, buxhetin më të madh historisë të Republikës Kosovës në herë për këtë periudhë 5 vjeçare. Po ndalemi pak tek siguria. Në qoftë se krenaria e Kosovës është ushtria e Kosovës, a e dini jo që për me muj tërë temë thelbësore e ushtrisë ka qenë sigurimi i ushqimit. Ne e kërkojmë nga jo që tek ushtria investimet të rriten jo me fjalë, jo me fotografi me drona pastaj me demantue, po me u bo investime reale, njëkohësisht për policin, u folë për mirëqenje, çka kem bo për policin e Kosovës. Po nalna edhe të 2 pika, dhe po e përfundoj. Tek politika e jashtme. Çka ka ndodhur, ka pas Kosova politikë të jashtme? A e dini ju që ne kemi pas rastin ideal? Shteti jonë është sulmu për një shtet tjetër në rastin Banjska. S'ka mujt me ndodh një ngjarje në një forum ndërkombëtar, një truez, as Bruxelles, as në Washington, as New York, as në Londër, as askund me argumentu që kem qenë sulmum. E kem rastin, është aktakuza publike. Regjia zgjat janë fjalën deputeti Tahiri. Asnjë organizim, asnjë politik aktive diplomatike. Ambasadat janë met jetim, janë met pa mbështetura. Trupa jonë diplomatike bën aq sa mundet, po jo aq sa ka mbështetje dhe përkraje nga ju. Tek marrëdhëniet me aktorët kyç, po flasim fillimisht për marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kur ma ult, marrëdhëniet bilaterale nuk i ka pas Kosova dhe Amerika. A e dini që është vendi ynë që e ka humb marrëdhënien bilaterale, lidhjen strategjike me SBA-n? A e dini që ne kemi qenë në sankcione veç para disa muajve? Dhe jemi, do të thotë, kem humb me mia fonde për shkak një politike totalisht jo aktive. E kem humb antarësimin në Këshill të Evropës. E kem humb për shkak të eksperimentimit dhe çështjes autoritare. Dhe në fund, jo nga rëndësia, por në fakt, kjo është çështja më e rëndësishme. U fol për vlerat e luftës, u fol për ata në Hag, dhe do të flas pak për Kosovën. O shumë lehtë me thurr e lozhe, e lavdi e mos me bo asgjë. Është kjo qeveri e cila e ka përjashtu veteranin nga ligji. Është kjo qeveri e cila nuk ka marrë asnjë veprim. Ne presim, unë pretësha nga kjo ekspoze që të thuhet diçka edhe rreth kësaj teme. Pra vlerat e lirisë mbrohen vetëm atëherë kur ka veprim qeveritar, ekzekutiv dhe jo me fjalë. E fundit është Kosova. Kosova në qeverinë e kaluar ka pas deklarate që është edhe shtet i përkohshëm. Kosova është arritja më e madhe e shqiptarëve. Kosova e pavarur, demokratike dhe multietnike është arritja jonë kur në historitë shqiptarëve nuk është. Faleminderit po ashtu i nderuar deputet Tahiri. Tani nga grupi multietnik po ju kërkoj ndjes për të kalimin e radhës. E ka fjalën deputeti Artan Aslani. Ju lutem, fjala është për ju. E nderuara nënkryetare, të nderuar nënkryetar, të dashur qytetar, të nderuar deputet. Sot këtu po flas dhe po e shpreh mendimin e grupit multietnik, e kur thomi grupin multietnik e thomi me plot kuptimin e fjalës, sepse ky grup multietnik bëhet prej të gjitha
komuniteteve që jetojnë në Kosovë, përfshirë këtu edhe komunitetin sërb. Kjo e bën këtë grup e bën më multietnik edhe e bën më divers. E dëgjua me vëmendje ekspozejnë e kryeministrit dhe e pom gjithë përfshirjen që është bërë edhe për komunitetet. Ne presim dhe jemi të gatshëm që të bashkëpunojmë dhe të japim më të mirën në këtë bashkëpunim, sepse kemi nevojë si komunitete ende për mosa afirmative dhe duke bazuar në bashkëqeverisjen e mëhershme, kemi parë që mund të gjejmë edhe atë gjuhë të përbashkët edhe në qeverisjen e ardhshme. Duke u bazuar në ligjin e punësimit për 10% të përfshirjes së komuniteteve në institucione, e duke vazhduar edhe të projektet kapitale. Ne do të mbështesim këtë qeverisje sepse e kemi një qëllim dhe një mendim të njëjtë. Qëllimi është i përbashkët sepse ne e dojmë një Kosovë multietnike, e dojmë një Kosovë demokratike dhe një Kosovë më gjithëpërfshirëse. E atë do ta gjejmë në bashkëqeverisjen e juaj. Faleminderit shumë. Faleminderit po ashtu i nderuar deputet Aslani. A ka deputet të cilët dëshirojnë që të marrin fjalën në këtë seancë? Nuk po shoh deputet të cilët janë paraqitur për fjalë. Nderuar kryeministër, atëherë po vazhdojmë. Para se të votohet qeveria, më lejoni që ta bëj një sqarim procedural. Pra lidhur me zgjedhjen e anëtarëve të qeverisë nga radha e komuniteteve që nuk janë shumicë, në bazë të nenit 96 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, nëse caktojnë kandidat jashtë deputetëve të Kuvendit të Kosovës, për këta ministra, kërkohet miratimi formal i shumicës deputetëve të Kuvendit, të cilët u përkasin partive, koalicioneve, nismave qytetare dhe kandidatëve të pavarur, të cilët janë deklaruar se përfaqësojnë komunitetin në fjalë. Në fjalën e kryeministrit Kurti është propozuar si zëvendës kryeministër i tretë për çështjet pakicave dhe bashkëpunim, zoti Fikrim Damka. Prandaj kërkohet që paraprakisht përfaqësuesit nga komunitetet jo shumicë ta kemi një votim pra paraprak nga ana e tyre, pra nevojitën së paku 6 vota për të deputetëve që përfaqësojnë komunitetin jo shumicë, jo serb. Prandaj po vazhdojmë. Kush është për? Pra votojnë vetëm deputetët e komunitetit jo shumicë, jo serb. Kush është kundër? Kush abstenon? Atëherë konstatoj se me 9 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, u dha miratimi formal i shumicës së deputetëve nga radhët e komunitetit jo shumicë, pra për kandidatin e propozuar, zotin Fikrim Damka. Të nderuar deputet, në bazë të nenit 95, paragrafi 3 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës, qeveria konsiderohet e zgjedhur nëse merr shumicën e votave të gjithë deputetëve të Kuvendit të Kosovës, pra nevojitën së paku 61 vota për. Prandaj lus deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës që me ngritje dore të deklarohen për zgjedhjen e qeverisë së Republikës së Kosovës. Kush është për?
Kush është kundër? Kush abstenon? Konstatoj se me 66 vota për, 49 vota kundër dhe asnjë abstenim, Kuvendi zgjodhi Qeverinë e Republikës së Kosovës. Urime. Pas zgjedhjes së qeverisë, pra, në mbështetje të nenit 95.6 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, anëtarët e qeverisë e japin betimin para deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës, por para se ta bëjnë betimin, unë i ftoj kabinetin qeveritar që t'i zënë vendet e tyre. Pastaj do të intonohet himni i Republikës së Kosovës dhe pas intonimit kryeministri i Republikës së Kosovës e lexon tekstin e betimit. Ftoj të gjithë të pranishmit që të ngriten në këmbë me rastin e intonimit të himnit të Republikës së Kosovës.
Faleminderit. Tani e ftoj kryeministrin që ta lexoj tekstin e betimit. I nderuar kryeministër. Ju falemnderit të nderuara kryetare e Kuvendit të Republikës zonja Albulena Gjiu, të nderuar deputet dhe ju të pranishëm të tjerë sonte, më lejoni që t'ju falenderoj për mbështetjen e dhënë që është përgjegjësi e obligim për ne dhe me këtë rast të lexoj tekstin e betimit. Betohem se do ta kryej me përkushtim dhe nder detyrën e anëtarit të qeverisë, do të respektoj kushtetutën, ligjet dhe rendin juridik dhe do të angazhohem për përparimin e përgjithshëm të Republikës Kosovës. Betohemi. Faleminderit shumë gjë. Faleminderit po ashtu i nderuar kryeministër, urime edhe një herë juve dhe gjithë kabinetit qeveritar. Tani ministrat kanë para vetës tekstin e betimit, të cilin e nënshkruajnë dhe me këtë rast po i mbyll punimet e kësaj seance. Mirupafshim në seancën e radhës. Faleminderit.